Rama do shkoj te shpifjet, do shkoj te gjithçka, do shkoj te akuzat. Nuk ka dallim. Do shkoj te nëna, te motra, te babaj, do merret me të gjithë. Do merret me gjithë familjen, të timen, po edhe të atyre që janë te grupi koordinator. Të gjithë do i sulmoj. Vetëm këtë gjë ditë bëja njëri. Po unë nuk kam problemat punë. Bile si bëj thirrje grupit koordinator që ta ketë parasysh kur ecën në rrugë. Gjithkush ecën në rrugë, i ka qelluar të ecën në rrugë. Në rast se të kafshon një qen, ti çfarë bën? Kthehesh e kafshon edhe ti qenin? Dritan, më duhet ta bëj edhe këtë pyetje. Në fakt, sot Rama ka nxjerrë me demek edhe një dokument ku ju akuzon se ju nuk keni qenë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Një fakt që e di gjithë Shqipëria në fakt, por duke qenë se jemi në emision, unë jam i detyruar ta bëj këtë pyetje. Si e vlerëson këtë qëndrim dhe nuk shiko atëre. Po ju dërgoj juve një dokument, sapo ja dërgova, ju të më dërgojnë i regjis dhe kjo është përgjigja që regjia nëse mundet ta shfaqi dhe kjo është përgjigja. Dritan, më duket po. Faleminderit regjia, ja ku jemi. Qeveria e përkohshme e Kosovës, Ministria e Mbrojtjes, numër protokollit 9399 080999 Prishtinë, vërtetim. Vërtetojmë se Togeri Dritan Laver Goxhaj ka qenë pjesëtar i UÇK-s gjatë luftës çlirimtare të Kosovës prej 1 marsit 1999 deri në fund të luftës me detyrë komandant batalioni. Ministri i Mbrojtjes? Ministri i Mbrojtjes, kush është Dritan? Azem Sylla. Azem Sylla. Dhe është edhe ratifikuar nga Republika e Shtetit Shqiptar. Shërbimi informativ i shtetit. Shërbimi informativ i shtetit, okej. Besoj që nuk duhet koment tjetër për këtë. S'kam që komentoj është. Dritan, falenderoj shumë që të kishe. Ju faleminderit edhe ju. Në këtë pjesë të emisionit është të bashkuar me mua profesor Sazan Guri. Profesor, kënaqësi që të kam. Tjetër, edhe unë kënaqësi që komunikoj me ju. Profesor, ka patur zhvillime të rëndësishme në raport me protestën, të shtunën ka qenë ndër protestat më të mëdha që është parë, por së fundmi protesta ka dalë bashkë me, le të themi, me një grup i cili organizator dhe cilët kanë përpiluar një listë me 5 kërkesa që ka lexuar ish ushtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, zoti Dritan Goxhaj. Si e vlerëson këtë zhvillim të protestës? Unë i takova dije dhe pardije, edhe zotin Dritan edhe shumë të tjerë, që ishin kjo pjesa e grupit organizues brenda një kornize me një podium me karike ose dhe me vërtetë mua më lënë përshtypje shumë të mirë në përgjithësi gjithë protesta, si nga më të bukurat në vendin tonë, po ndoshta edhe në Europë. Qoftë se kemi parë protesta si në Francë, në Greqi, me dhunë, se protesta, ose edhe ne vetë në formën e opozitare, kështu jemi organizuar, protesta dhe kështu e mësuar, protesta me një farë dhunë e brenda. Ndërkohë që një protestë civile, me kërkesa të qarta, kërkesa të sakta, me njerëzit e dur, tek tuk mund të ketë edhe në rryma, që është normale, për një protestë pa udhëheqësa, pa parti, pa lidera, është normale që të ketë edhe rryma dhe në rryma, por e përgjithshme aty mbizotron fryma shqiptare. Dhe unë vetë zoti Dritan dhe shumë prej tyre kam dirë edhe respekt ndaj vetvetes, mënyra se si kanë komunikuar, por edhe unë vetë i mbështes në këtë moshë që jam, në këtë eksperiencë që kam, që do ta them nga vazhdimi i emisionit se si do i mbështesim. Dhe ishte gjëja e arritur që për 21 ditë tregon një pjekje kur del veza nga pula. 21 ditë do të. Shumë mendime kur thot doktori që bie me tru të vogël, për 21 ditë do flasim. Edhe protesta, ky ligj natyror, është fare kuptueshme që piqet njerëzit, shikojnë njëri tjetrin në sy, bën një organizim, dalin me një kërkesë sa ligjore, aq juridike, aq e kërkuar nga vetë qytetarë. Kështu që unë e mbështes protestën, mbështes lëvizjen fuqishëm. Jo e mbështes thjesht një intelektual, megjithëse kam
kam shumë sugjerime dhe vredje për intelektualit që këta që janë diku pedagogji, diku profesora, jashtëzakonisht pak ka. Profesorët që i duhen vendit në orën e saj të bekuar, do thoshja, në orën e saj të nevojës madhe, në orën e saj të nevojës madhe, dhe akoma intelektualet, pedagogët, profesorët shqiptar rinë ende duar kryq, duke u kënaqur ose duke mallkuar nga televizori. Kështu që e mbështes edhe në përgjigje të asaj që më pyetët, që erdhi momenti, erdhi koha dhe dikush nga ata, në këtë rast zoti Zitan, për cilin e vlerësoj maksimalisht, jo vetëm si një luftëtar shqiptar, po edhe luftëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës, po edhe për ato që ka vuajtur dhe ka bërë, për cilin edhe kur ai ishte në heqje lirie, unë kam qenë një nga ata që kemi luftuar për t'i dhënë atij lirinë e mendimit dhe veprimit. Ndërkohë, si e vlerësoni reagimin e kryeministit Rama në raport me këtë zhvillim të ri për sa i përket protestës? Ai e tregon vetë gjesti, artikulacioni, veprimet që ai merr përsipër, deri ke imitimet në llojin e një dukurie LGBT-je. Pra, në një moment caktuar nuk di kush është. Në një moment caktuar nuk di çfarë thot, por mundohet lozi teatr akoma. Në vend se të pranoj gabimet e mëdha që ka bërë ndaj popullit shqiptar, dhe jo vetëm ai, por bashkë me të tjerët, ai thellon gabimin duke i kundërvënë edhe më popullit shqiptar. Takimi me presidentin e Francës çik më tepër se duhet, duhet rokitja, qafimi, jo qafim diplomatik, por qafim që shikoni sikur që jam unë, e ka mirë me të mallin e Francës, po ndërkohë të mallin e Francës nuk e duan vetë francezët. Unë që jam këtu në Bujtinë që po të flas ty, që vinë 2.000-3.000 turistë në ditë deri ke shtëpia ime në Magalen të Beratit, ku 3 çeregu apo gjysmë e tyre janë francezë, ata e urrejnë maksimum. Dhe ky vetë takohet me presidentin francez, e takon dhe në mënyrë spektakolare për të thënë që unë jam i fort, kam mbështetjen nga të fortët dhe bënë kërshëri me popullin e vet. Kjo është shumë e dhimbshme. Në vend se të bëj një zbutje, një dalje, një gradualitet që një farë pranueshmërie të shkuarës vet, ai bën të fortin dhe deri në disa raste edhe agresionin. Si për shembull, rasti që ai thurr fjalë për Ditan Goxha, ai është agresion. Ai e ka bërë dhe me mua këtë gjë, po jam menduar ta jetë në gjyq. Ndërkohë kam porosira dhe këshilla që mos e nënvlerëso se nuk di ç'bën. Fale o Zot se nuk di ç'thot. Edhe unë do t'i lutesha Zotit Zitan dhe kujdo tjetër që ai merret, lera se nuk di çfarë është duke bërë. Do vi momenti ku ne mund të ballafaqohemi në gjyq pa na tremur unë për vete. Pa mu tremur syri fare ti, që të ballafaqohemi me Edi Ramën edhe në çështje gjyqësore për prishje të imazhit, për prishje të dinjitetit, të cilin e kam dinjitet fisi të trashëguar, po e kam dhe personal, dinjitetin të formuar për 50, 60 apo 70 vjet. Kështu që për këtë lloj prishje imazhi që ai kërkon të bëj, pavarësisht se ecën apo nuk ecën, unë do ta jep një ditë në gjyq, po sot ja kam gjen atij. Profesor, ndërkohë kanë dalë pak a shumë edhe ato 5 pikat kryesore që grupi organizator kërkon, lidhen me dorëheqjen e qeverisë Rama, lidhen me një krijimin e një qeverie tranzitore, me një referendum të madh për ndryshime kushtetuese dhe pastaj zgjedhje ku e fundit fare mbetet anulimi i ligjit për investitorin strategjik e gjithçka që prodhoi atë që prodhoi. Si e vlerësoni këto pikat protestës dhe bashkë kemi folur, do doja shumë se dhe ju si Akademi e Rrënjve tona keni përpiluar dhe përgatitur diçka në formë sugjerimi sigurisht për ato që tashmë duhet bërë. Po, së pari njerë e vlerësoj në maksimum që protesta arriti në një bost ideologjik, në një që do shërbej bazë e një programi për çdo lloj le temi qeverie apolitike kalimtare. Kjo është shumë vetë e quajnë dhe qeveri teknike.
Po, kjo qeveri teknike që është konsumuar si term, mbasi është përdorur një herë, për ne, si Akademi e tona, do ketë një përkufizim qeveri kalimtare apolitike. Sepse po qetë qeveri teknike, të rasa i disa teknicien të PS-s, disa teknicien të PD-s, ndërkohë që qeveri apolitike do të thotë një person që është teknicien, po që nuk është marrë me politikë deri më sot, që nuk ka njolla politike deri më sot, dhe kjo është përkufizimi më i saktë i një qeverie tazitore në gjuhën moderne, por kalimtare në gjuhën shqip. Dhe me atë që u pyetët, unë bie totalisht dakord. Ato janë 5 pika shumë të rëndësishme që përbëjnë thelb ideologji, përbëjnë doktrinë, përbëjnë jurisprudencë. Pra me vërtet janë 5 pika, po nga secila prej tyre buron një doktrinë e tërë, që quhet reformim zgjedhor, që quhet reformim kushtetues, që quhet reformim juridik, që quhet reformim ekonomik. Në këtë kuptim, Akademia jonë, me që më ngacmove, edhe ju do jeni i pari televizion, i pari person, sepse ne do ta shpallim duke filluar nga nesër pas nesër dhe ndoshta të premten, e kishim menduar ta shpallim pikërisht këtë televizion juaj, me që kemi emisionin Rrënjët tona, dhe zotrin Stepan Pingu si president, Edi Fred Balaj si sekretar i përgjithshëm i kësaj akademie, edhe unë si drejtor ekzekutiv, të pjekur jo vetëm me akademinë, këto lloj programi, këto lloj qasje në mbështetje të doktrinës që shfaqen brenda protestuesit, dhe e lam vetë që ta shfaqin ata të parët, dhe ne bim mbështetës. Dhe kjo mbasi është pjekur si akademi në tre forume, ku forumi ishte më i sakti, ishte ai më i plot, jo më i sakti, ishte ai prambrëm në zyrën e Akademisë Rrënjët tona, prambrëm të dielën në orën 9 deri në 12 të darkës. Dje dhe sot kjo është thurur me shkrim, dhe pikërisht të premten do jepesh ke emisioni që ne kemi në TV-ja Rrënjët tona, por me që ju ngacmuat, atëherë unë po e them në vija përgjithshme, sepse në vija të detajuara do quhet kur unë sot do t'ja unis këtyre 40 personave, që nuk janë vetëm Akademi Rrënjët tona, po janë edhe shoqata, si Lidhja e Prizrenit, shoqata të ndryshme anëtare kulturore, janë dhe individ të shquar, që do t'a kthejnë mbrapsht më të plotësuar, me presën e saktë, me pikat e sakta, me pikat ndijit të sakta, dhe atëherë quhet zyrtar. Dhe ky mendim që përgjithsisht janë ato 5-ta, por ne kemi këto mendime. Neve jemi, që po i them shpejt e shpejt, qoftë me lejon 2 minuta ta. Patjetër, krajsi. Ne kemi menduar që e para herë një reformim në ligjin zgjedhor, magjorant e pastër kombëtare, siç e ka Republika e Kosovës. Po vetëm po numëroj. Numrusa as pak politik, të njëjtit apo të tjetrit krah. Numrusa jo apolitik, që mund të jenë financues të caktuar, mund të jenë një klasë juridike e caktuar, po e them shkurt. Po. Një draft i kodit zgjedhor i ri. Në këtë kod zgjedhor që të qonë njërë majtas, njërë djatas, ose 3 herë, 4 herë majtas dhe njërë djatas, ti bëj sigurie pozit dhe unë do bëj siguria ma pozit, kjo do flakit, jo do hidhet poshtë. Do jemi ke mënyra e qeverisjes. Kjo qeverisje tranzitore do përgatisi sistemi referendar. Zvicra apo ligjet e Irlandës dhe ato të Zvicrës janë 2 shtete që neve na shkojnë për shtat, të cilën e zotrojmë edhe ligjet kushtetuese apo referendare të Zvicrës, edhe të Irlandës. Dhe të dy këto shtete që na shkojnë shumë për shtat, si në numër popullsie, si në gjykim, çfarë është Irlanda dhe Zvicerianët? Shqiptarët e errëshëm. Irlanda skotjes, kelt, ilir, një trup. Zvicerianët, Elvetia, Albania, sepse kemi të njëjtat testa bujqësore electorale me Zvicrën, dhe gjuna kemi të njëjtën natyrë gjeografike malore, të njëjtën psikologjisë e marrësi e ulë, marrësi e lartë, si me Skocinë, me Irlandën dhe me Zvicrën. Pra është plus që ata që kanë bërë në legjislacionin e tyre kushtetues apo zgjedhor, neve na shkon shumë për shtat. Dhe ne jemi ke ruajtja e sovranitetit, që do përcaktohet ajo që ishte në Kushtetutën 92, e deformuar paksa në 97-ën, por e tjetërsuar në Kushtetutën e 2008-ës, ku kemi patur një mbështetje nga një jurist të gjoja me emër me nam i shtetit grek, i cili
kanë mundur të arrijnë të dyja partitë, prandaj ato janë klasë politike dështuar. Se kanë arritur, e kemi thënë bashkë një emision kaluar, që kufit shtetëror të Shqipërisë mund të tjetërsohen. Dhe ne do ta themi taksative. Ti mund të blesh apartament, po ti nuk ble dot tokë. Ti mund të blesh një produkt bujqësor, mund të blesh një fermë, po ti nuk ble dot tokën bujqësore. Siç është mundur deri sot 30% e tokës bujqësore i ka kaluar investimeve izraelite që ju dihet qëllimi. Nuk po futem në antisemitizëm, po futem që 30% e tokës bujqësore sot të dashur qytetar është tokë e blerë nga izraelitët. Të shikosh sot ti në Golem, që do vike pikat e kësaj programi. Të shikosh në Golem që erdha sot me kujdes, ke mbi 100 vinqa në anën e djathtë, ku shkon Shkem Kavajës, ke mbi 100 vinqa në anën rrugë Kavajës për në det, deri në Qeret. Ke mbi 100 vinqa që ndërtojnë në mënyrë intensive, që për mua është Gazë, është Palestinë, është një shtet brenda shtetit. Nësa në anën e majtë, ke të ardhur nga Ukraina, nga Rusia, nga Izraeli, nga duashti, ku të gjitha dyert e blinduara të anës majtë, apartamenteve që kanë qenë gjysë Ercirë, gjysë Medrit, gjysë Bosh, nga Shkemi Kavajës drejtim të Malit Robit, gjitha në majtë, sot i ke me apartamente që ndryshojnë dyert e blinduara. Dhe kur veten këta shqiptarë që vën dyert e reja të blinduara, komunikojnë nuk dina si fjalë shqip, komunikojnë me Google Translator, vere këtu, hiqe këte, vere ata. Pra, Shqipëria, paktën nga Durrësi deri në Mal të Robit, edhe nga anë e majtë që është bjefjala Manskuria, Liqeni, Kodrat, edhe deri në Bregdet, ti së shpejti e ke një zonë të zënë me ata që përgatiten për të zaptuar Shqipërinë të ardhme. Kush e bën këtë? E bën ligji. E njëjta gjë është Zvëneci. E njëjta gjë është vazhdimi i Zvëneci Pishporo. E njëjta gjë është Karabasara dhe Semën, e kemi thënë bashkë. E njëjta gjë është Taleja. E njëjta gjë është Rjolli, prandaj që ndodh. E njëjta gjë është Kakomeja, që me të drejtë banorët i përmbysën. Mirë u bëndi. Vetëm kjo është gjila ti që ti ku nuk dëgjon me bindje, nuk dëgjon me rrugë demokratike se protestuesit, vjen momenti ti. Nuk më dëgjove, atë edhe unë zotë dëgjoj ty o qeverisë. Prandaj, këto janë pikat kryesore ku kemi reformim të sistemi, po vazhdoj, të sistemi drejtësisë. Mbështesim spakun, por ka nevojë të riformohet sistemi drejtësisë në kuptimin ku e drejta, edhe prandaj mund të quhet Shqipëri e re apo Shqipëri e së drejtës. Ndoshta ke Shqipëri e re edhe mund të gjejnë duke sikur Shqipëria fillon nga 2026. Ndërkohë që një Shqipëri e së drejtës është Shqipëri e ilirëve, është Shqipëri e pirotëve, e albanëve, është Shqipëri paqe vjetër që ka qenë Shqipëri e së drejtës, sepse në 1190 Jeronim Progoni, si bie, mbreti perandori i parë i Principatës Arpënore në Kurbin, e zgjedhur me sistem të votave që ne përdorim sot me primare. Po ku e gjeti Progoni primare? E gjeti ke ilirët. Pra, qoftë ne themi një shtet të së drejtës, ne kemi zbatuar të drejtën e pire e ilire arbane. Kështu edhe kjo mund të jetë koncept. Pastaj bim ke ajo pika që e kishte edhe, më falni se u zgjata, më përdor të ta mbaroj ti, bim ke futja e sistemit të referendumeve, të cilën këta gazetari dashur që nga 94 ku humbi zoti Berisha në referendumin 94 e mbanon, ke qenë mosh më e re. Edhe këta e shkatruan me qëllim sistemin e referendumeve, në mënyrë që gjoja 6 muaj para zgjedhjeve nuk bën dot referendum, 6 muaj mbas zgjedhjeve nuk bën dot, të kap 2 vjet që i zgjedhjeve lokale dhe ti praktikisht nuk bën dot referendum në Shqipëri, ku ka çështje që hidhen në referendume popullore, po jo shitje vatanit, jo trualli në referendum. Për çështje të caktuara, ti mund të bësh referendume që duhen ndërtuar një sistem referendar. Pra, këto janë pikat kryesore që ne kemi menduar t'i shpalosim në këtë program një faqe, që do ta bëjmë me mira kopën, shqip, anglisht, frëngjisht, dhe do ta çojmë ke gjithë mediat, ke presidenti, ke kryeministri, pavarësisht se shumë njerëz brenda grupit thoshim, po jo ky kryeministri, çanci, ai është për momentin. Tek
forca politike e djathtë, ke forca politike të vogla, ke institucionet ndërkombëtare Bruxelles në Amerikë, Shtetet e Bashkuara e tjerë e tjerë. Po kjo është ideja. Profesor, sugjerimet, pikat e deklaruara sigurisht që e reformojnë dhe e përmirësojnë sistemin, po problemi është që gjithçka varet nga kryeministri Rama. Si do ta kapërcejmë këtë moment, sepse Edi Rama largohet vetëm me zgjedhje. Dgjoj, fakti që kushtetuta amerikane e ka